Mirëmbrëma, faleminderit organizatorëve dhe doktorëve që gjeneron këtë foltore për fjalën. Që dalim temë mediat rren ose mediat e rreme kanë dalë me narrativin, ka kohë që kanë dalë me narrativin populli lodh apo popull frikacak që nuk del në për protesta. Kjo nuk është e vërtetë. Njerëzit janë aq të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjësuar që mbasi nuk kapin as mirëqenien, as të drejtën e vet, ata kanë kapur neutralitetin dhe janë tërhequr. Në një shoqëri ku qeveritari në thelb të punës tij ka vjedhjen, me këtë shoqëri nuk është diçka në rregull. Prandaj kemi 100 arsye për mos me dalë në protestë, por kemi edhe disa arsye tjera për dalë në protestë. Dhe një nga këto arsyet janë që Shqipëria nuk është ajo Shqipëria e Instagramit apo Shqipëria e këtyre fjalës që kanë gjetur këta resorteve investimeve strategjike. Shqipëria e vërtet është ajo Shqipëri e spitalit QSUT-s, ku njerëzit rrinë aty me orë tëra për të marrë ilaçet apo diagnozën. Shqipëria e vërtet është ajo e autobusëve që janë mbushur plot urbani, ose është ajo Shqipëria e mbrapa pallateve ku shiten rrobat vjetra të dorës dytë që vijnë nga Europa. Kjo është Shqipëria e vërtet. Dhe për të kaluar tek njerëzit përsëri, nuk ka rëndësi se ke lindur në Tiranë apo punon, ke ardhur këtu për të jetuar, të punosh apo je student. Kur je në Tiranë, Tirana, kur ke vesh fanellën e qytetit Tiranës, Tirana të detyron të marrësh përgjegjësinë mbi vete, të kërkosh dhe të ushtrosh të drejtën e qytetarit. Qoftë kjo dhe me protestat e radhës si po ndodhin. Kisha dhe gjatë dy fjalë për rinin. Qeveria tani ka hequr edhe vizat me Indin. Ka heq vizat me Indin për të ardhur këtu që të punojnë. Edhe ato do vinë se për kafshatën e Bukës punojnë. Por çështja është kjo, që mbasi shqiptarët u shtrydhen, nënat dhe motrat tona u shtrydhen me 200.000 lekë rrogë për 30 vjet, 25 vjet pasigurime, tani këta mbasi nuk i kap më as këmba asfalt, po nga makina, nga zyra në makinë tapet kuq, e nga tapeti kuq në për drega, në për darga, tani do sjellin edhe njerëz tjerë këtu që të punojnë për këta. Do me thonë, ne rrezikojmë si shqiptar dhe brezat e ardhshëm që të bëjmë sklevrit e sklevërve. E kuptoni? Kjo është çështja. Dhe për t'i dhënë fund, kisha edhe dy fjalë për rinin. Rinia, vetëm rinia mund bëjt diçka për këtë vend, se ka edhe energjinë edhe tjera, normalisht. Është momenti që për Shqipërinë të shkruhet një histori e re. Është momenti që për Shqipërinë të vijë momenti Kennedy dhe vetëm rinia mund ta sjelli këtë arritje që të shkruhet pra historia e re e Shqipërisë. Kisha edhe për ta mbyllur fjalën, edhe një herë tjetër duhet i përmend mediat rren që na mbushin gjithë ditën me propagandë. Mesazhi i protestës shkuar, ai u mor vesh shumë mirë se nata u bë ditë, edhe e dyta ishte që marshi me doktorin krye ishte 3 orë 33 minuta, do më thonë që mund të marshojmë edhe nga këtu deri në Bruksel edhe të kthehemi edhe mbrapsht. Faleminderit.